Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut shpreson në përmirësimin e mbështetjes në zgjedhjet e ardhshme vendore. Kryetari i Lëvizjes Populli, Skënder Recep Zejdi, pjesë e Frontit Evropian, theksoi se partia që ai drejton, Lëvizja e Popullit në Studeniçan, do të jetë ndër faktorët kryesorë. Sipas tij, në kuadër të Frontit Evropian janë zhvilluar bisedimet për kryetar komunash dhe së shpejti do të ketë një zgjidhje. Shpresojmë që fuqizimi i Frontit Evropian do të jetë rezultati i këtyre dëmeve që janë në vijën ndëretnike në nivel shtetëror, deklaroi deputeti Skënder Recepi nga Fronti Evropian. Në paraqitjen e tij të parë përpara opinionit publik, ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu, për personat mbi 40 vjeç paralajmëroi kontrolle falas për diabetin, presionin e gjakut, sëmundjet e zemrës dhe mëlçisë. Sipas tij, këto janë standarde europiane dhe me kontrolle të tilla do të ulë rreziqet për mbi 30%. Aliu, duke folur për prioritetet e tij në shëndetësi, foli edhe për dyshimet e opozitës se si profesionist nga sfera e IT-s do të dalë në sektorin e shëndetësisë. Aliu theksoi se në takimin e parë në ministri me ekipin e tij ka detektuar gjithsej 57 sfida, por si shtoi, sa më shumë sfida, aq më shumë energji për të zgjidhur duhen. Një prej tyre janë kushtet në spitale, sidomos kur trajtohen pacientët e onkologjikut. Drejt përfundimit, një nga projektet më të rëndësishme energjetike në Ballkanin Perëndimor, zgjerimi i linjës së transmetimit 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Projekti ka një vlerë totale prej 67.5 milion euro. Përfshihet zgjerimi i linjës 400 kV, ndërtimi i dy segmenteve të linjës Elbasan-Fier dhe Elbasan-Qafthan me një gjatësi të përgjithshme prej 130 kilometrash, ndërtimi në stacionit të ri Elbasan 3 si dhe riabilitimi në stacionit ekzistues në Fier. Rajoni. Kryeministri i detyri i Kosovës, Albin Kurti, paralajmëroi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit. Reagimi erdhi pas votimit të presidentit amerikan Donald Trump për të riangazhuar në dialogun Kosovë-Serbi dhe për të shtyrë përpara procesin e normalizimit. Në përgjigje, Kurti theksoi se Serbia po shkel marrëveshjen bazike dhe se hapi i parë duhet të jetë dorëzimi Mila Radojčićit, të cilin e ka cilësuar si krye kriminal përgjegjës për vrasjen e reshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia. Dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit tonë Milan Radojčićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Shefi i qeverisë së Kosovës kërkoi që presioni të jetë mbi Beogradin, ndërsa vlerësoi rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë besoj që normalizimi është i mundur, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në 3 fusha kryesore. E para është mbrojtja, e dyta është diplomacia dhe e treta është zhvillim. Shenjë paralajmëruese se së shpejti mund të jemi në agjendën e politikës jashtme amerikane është komenti i ish-ministrit i jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj mbi deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se do t'i kthehet çështjes Kosovë-Serbi. Kjo deklaratë e presidentit Trump as nuk duhet të mbi interpretohet, as të nënvlerësohet, ndonse është dhënë duke krahasuar marrëdhëniet Kosovë-Serbi me raste të tjera në botë, u shpreh Hoxhaj. Ndër të tjera, ish-ministri i jashtëm tha se për këtë gjë Kosova duhet të jetë e përgatitur institucionalisht. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi deputetët e partive të tjera për bojkotimin e votimit për konstituimin e kuvendit. Deklarata erdhi pas pyetjeve të gazetarëve në përfundim të vënies së gurthemelit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Shtime. Deri në qeverinë e re e kemi këtë qeveri në detyrë. Andaj u bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014. Për shefin e qeverisë Kosovës, veprimet e opozitës janë në kundërshtim me kushtetutën. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit politikisht është sjellje e papërgjegjshme
juridikisht është shkelje e kushtetutës, me qenë se pika 128 e aktgjykimit gjykatës kushtetuese nga 26 gushti vitit 2014 thotë që të gjithë, përkatësisht secili deputet duhet të votoj për, kundër apo abstenim, sepse konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e mazhorancës, vetëm e fituesit të zgjedhjeve, por të gjithëve. Pasi që ta konstituojmë kuvendin, atëherë përgjegjësia ime do të jetë formimi i qeverisë së re. LDK-i është përgjigjur në distancë kryeministrit Kosovës Albin Kurti pas akuzave ndaj opozitës për shkelje të kushtetutës. Joana Lushaku Sadriu është e mendimit se deputetët po e shkelin kushtetutën kur s'po votojnë për kryeparlamentar. Ajo ka thënë se Kurti e ka pushtuar zyrën e kryeministrit pa pasur shumicë parlamentare dhe jashtë çdo norme kushtetuese. Për deputeten e opozitës Joana Lushaku Sadriu, vetëm gjatë mandatit kaluar Albin Kurti dhe qeveria e tij kanë shkelur kushtetutën të paktën 10 herë. Nga vetë vendosi reagoi dhe deputeti Agim Bahtiri. Sipas tij ngërçi institucional në Kosovë do të vazhdojë përderisa opozita nuk reflekton. Derisa të kthjellet opozita, edhe tendencë që populli ka dhënë votën me votue, edhe me mbrojt këtë vend e me qeverisë këtë vend. Maqedonia e Veriut bëhet gati për zgjedhje. Deri në fund të këtij muaji duhet të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të ketë vendimarrje politike për të zgjedhur kandidatët për komunat, tha Bilal Kasami në lidhje me procesin në Vlen për përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar komunash në zgjedhjet lokale. Kasami tha se në Vlen gjithashtu po bëhen anketa për të parë se cili nga kandidatët ka gjasa që të ketë rezultate më të mira në zgjedhje. Jemi në fazën edhe testimit cili nga këto kandidat do të kishte dalë më mirë tek votuesit, po në bazë të atyre vlerësimeve paraprake deri ka fundi këtij muaji do të përmbyllet komplet procesi dhe pastaj do të jetë, do kisha thënë, vendimarrja politike për të përzgjedhur kandidatët për komunat konkrete. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria mbështet të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Ministri i Jashtëm Migli Hasani gjatë fjalës së mbajtur në samitin për bashkëpunim në Europën Juglindore zhvilluar në Tiranë, u ndal tek përshkallëzimi i fundit i situatës në lindjen e mesme, duke shprehur shqetësimin e thellë të Shqipërisë për përplasjet midis Iranit dhe Izraelit. Hasani theksoi rrezikun që paraqet kjo krizë për stabilitetin global, duke rikujtuar se zhvillimi i armëve bërthamore mund të ketë pasoja shkatërruese për të gjithë botën. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga tensionet e përshkallëzuara në lindjen e mesme, sidomos përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit, që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Deklaroi Migli Hasani. Ai nënvizoi të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje dhe bëri thirrje për uljen e tensioneve dhe gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme përmes mjeteve politike dhe respektimit të drejtës ndërkombëtare. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet e merrfillta. Në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje Iranit të ndal aktivitetet e veta bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojë në përputhje të plotë me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare për të shitur traktatin për mosπërhapjen e armëve bërthamore. Përdorimi apo zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Në këtë kontekst të brisht, Shqipëria i u bën thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë për mbajtjen maksimale dhe të angazhohen seriozisht në përpjekje diplomatike të synuara për uljen e tensioneve dhe për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Deklaroi Migli Hasani. Përshkallëzohet konflikti mes Iranit dhe Izraelit. Forcat izraelite të mbrojtjes deklaruan se shënjestruan selin bërthamore të Iranit. Shërbimet emergjente raportojnë se mbi 10 persona janë plagosur në zona të ndryshme të vendit. Sulmet e Izraelit u përqendruan në stadiumin Azadi, Kital, pazarin e Madh Aladin, Talegani, Njavaran, sheshin Fatami, ku ndodhet Ministria e Brendshme dhe zonat përreth parlamentit në Iran. Merret ushtria izraelite goditi një avion ajror iranian që furnizoi me karburant në aeroportin Mashhadit, në atë që pretendon të jetë sulmi me rreze më të gjatë veprimi që ka kryer që nga fillimi i operacionit të saj. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli vrau shefin e inteligjencës së korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe zëvendësin e tij. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Israel Katz, paralajmëroi vazhdimin e sulmeve duke thënë se Teherani po shndrohet në Beirut. Kalimet nëntokësore me Jordaninë dhe Egjiptin mbeten të hapura. Ushtria njofton se në më pak se 3 ditë kanë sulmuar më shumë se 170 objektiva dhe mbi 720 objekte ushtarake të Iranit. Vetëm gjatë natës së kaluar u shënjestruan 80 objektiva duke përfshirë selinë e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, selinë e projektit bërthamor Spand dhe objektiva të tjera. 10 raketa iraniane u dërguan drejt Jeruzalemit, të goditura janë qytetet si Haifa, Tel Aviv dhe Jeruzalem. Merret kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi se 13 persona janë vrarë gjatë sulmeve iraniane që nga e premtja, ndërkohë që mbi 340 të tjerë janë të plagosur.
Mes viktimave është dhe një djalë ditëvjeçar. Në sulmi gjatë natës ndaj Izraelit, morën pjesë të rebelët Houthi të Yemenit, të cilët konfirmuan se janë në koordinuar me Teheranin dhe ka qelluar 2 raketa drejt Tel Avivit. 3 drona raportohen se u lëshuan në një bazë amerikane në Irak pas sulmeve izraelite ndaj Iranit, por u rrëzuan. Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas deri në takimin ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian. Takimi do të jetë një mundësi për të shkëmbyer pikpamje për të koordinuar iniciativat diplomatike drejt Tel Avivit dhe Teheranit dhe për të përcaktuar hapat e ardhshëm. Sipas burimeve nga kabineti Kallas, Bashkimi Evropian është fuqimisht e përkushtuar ndaj sigurisë. Ne do të vazhdojmë të kontribuojmë në të gjitha përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet dhe për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për çështjen bërthamore iraniane, e cila mund të ndodhë vetëm përmes një marrëveshje të negociuar, bëhet me dije nga kabineti Kallas. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se nuk beson që Rusia mund të ndërmjetësojë konfliktin midis Izraelit dhe Iranit. Apeli i Macron erdhi gjatë vizitës së tij në Groenland. Ai njoftoi se do të pyeste presidentin amerikan gjatë takimit të G7-s nëse do të ishte i gatshëm për sanksione të reja kundër Rusisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kërkoi nga Irani dhe Izraeli të arrijnë një marrëveshje. Sipas tij, falë ndërhyrjes së SBA-s së shpejti do të ketë paqe mes dy vendeve. Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje, do të bëjnë një marrëveshje ashtu siç detyrova Indinë dhe Pakistanin. Në këtë rast, duke përdorur tregtinë me Shtetet e Bashkuara për të rikthyer zërin e arsyes dhe mendjen e shëndosh në bisedime mes dy udhëheqësve të shkëlqyer, të cilët ishin në gjendje të ndërmerrin shpejt një vendim dhe të ndalonin luftën, shkruan Donald Trump. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, ndër të tjera shkruan se gjatë mandatit të parë ndaloi një rikthim të konfliktit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Turqia kërkon nga SBA të ndërhyjë për zgjidhjen e konfliktit Izrael-Iran. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pati një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke kërkuar veprime urgjente për të parandaluar konfliktin midis Izraelit dhe Iranit. Presidenti Erdogan përshëndeti deklaratat e fundit të presidentit të SBA-s Trump mbi zgjidhjen e konfliktit midis Izraelit dhe Iranit dhe theksoi nevojën për veprime urgjente për të shmangur një katastrofë që mund të përfshijë të gjithë rajonin, tha në një deklaratë presidenca turke. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.